aty. Kam pas qasjen telefonit tuaj. Po, kam pas qasjen. Dhe e kanë kontrolluar atë? E kanë kontrollu, u futën me adresari, lypen ato numra telefonit të gjithë politikanëve konde kisha aty. Pastaj e morën telefonin, shku në dhomë tjetër edhe persona tjera vazhduan atë interagimin tim. A pate ndonjë lloj presioni, qoftë psikologjik, qoftë shtytje, qoftë me pyetje provokative, cila ishte mënyra e bisedës, mënyra e shtrimit pyetjeve? Po vetë fakti, si që thashë edhe më herët në disa media, vetë fakti që mbas 26 vjetë prap me pas kësi lloj qasje, prap me pas kësi lloj ndalesa, është një lloj presionin vete. Aty nuk është se kam pas ndonjë dhumë fizike ose diçka, mirë po vetë fakti në një dhumë 2 me 2, me marrë në pyetje prej 2 personave, është një lloj presioni në vete kështu. Dhe vetëm juve ju morën në pyetje, apo jo? Vetëm unë kanë marrë pyetje. Për 4 orë një familjar edhe disa shokë që i kom pasë në veturë, ata i kanë lënë me prit jashtë edhe mbas një kohë as nuk i kanë leju me dalë prej veturës. Pra, familjarët të tjerë me cilët keni udhëtuar bashkë kanë qëndruar tërkohën brenda veturës. Brenda veturës. Në fillim sa kem qenë bashkë, edhe kem dalë prej veturës. Pastaj kur më kanë marrë mu në pyetje, atyre ju kanë ndaluar edhe daljen nga vetura. A keni ditur ju që kanë reaguar edhe institucionet e Kosovës, Ministria e Punëve të Jashtme, pastaj edhe zyra ndërmjetëse? Jo, as vetëm kur kam dalë prej aty e kam marrë vesh se edhe kur dola ishte përfaqësuesi i zyrës Kosovës në Beograd. Ai me të marrë vesh me njerë ka ardhë aty në vend ngjarje edhe ka kërku me më taku, po ata nuk i kanë jep akses në. A besoni që trysnia ose presioni ushtruar fillimisht prej institucioneve të Kosovës dhe pastaj edhe prej shteteve të tjera ka ndikuar në lirimin tënd apo ka qenë procedurë kjo punë? Po dyshim që presioni e ka bot veten, po edhe siç e mora vesh, edhe ligjërisht nuk kanë drejt nëse nuk kanë ndonjë akuzë të bazuar, nuk kanë drejt me të mbajtur më shumë se 6 orë aty. Dhe si arsyetuan qëndrimin tuaj atje kur ju thanë se jeni të lirë të dilni? Nuk më ka jep asnjë arsyetim, vetëm ta jeni të lirë, mundeni me vazhdu edhe kaq. As me të drejtën as nuk kërkova ndonjë arsyetim, sepse vetë pyetjet e tyre ishin ajo arsyetimi për cilin nuk kanë dalë. Ka pyetje prej mysafirit tim në studio avokatit. Ka pas një bisedë formale, për shembull me procesmbajtës, me nënshkru diçka, me ulshu ndaj akt? Jo, asnjë s'ka pas. Qartë. Domethënë ata shkruajnë disa të dhëna, do me thonë kush është ky, kush është ai. Është shumë interesant, kam pyetur edhe për gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës. Pra, interese edhe për ndërmarrje publike, përveç angazhimit tuaj personal politik. Për ndërmarrje publike, po ishin gjëra që janë të hapta publikisht, nuk është diçka që ndonjë fshehtësi ose diçka, apo kupton? Po, për shembull për rastin e Nagib Krasniqit. Me një farë ashtu gëzimi, thojke, ai është i dënuar për ju. Dhe cili ishte preokupimi, ju thatë që janë preokupuar edhe për situatën aktuale politike, çka pyetnin dhe nëse komentoni